Hunda e kukullës. Kanita kishte kukull shumë të bukur. Anila gjithashtu. Eja të luash me ne, e thirrën Meritën. Nuk mundem, tha ajo. Unë nuk kam kukull. Merita i vështronte shoqet derisa luanin. Mandej shkoi e pikëllua në shtëpi. A mund të më blini një kukull? Pyeti ajo maman. Do të doja të kishim mundësi të blejmë kukull, tha mamaja, por nuk kemi. Atëherë Meritës i shkreptiu një ide. A mund ta bëj unë vetë një? Pyeti ajo. O, sa ide mrekullueshme, u përgjigj mamaja. Merita dhe mamaja kërkuan gjithandej në shtëpi të gjenë sende me të cilat Merita do të bënte kukullën e saj. Ja një shport me plot gjëra, tha mamaja. Merita mori lesh të butë, një pëlhur pambuku, gërshër dhe pak ngjitse. Më së pari do ta bëj trupin, vendosi Merita. Nisi të mbështjell disa copa të gjata pëlhure në një laps druri. Mbështolli pëlhurën derisa u bë një trup i butë. Është shumë e vështirë të bëhet koka e kukullës, Merita i tha mamas. E di se duhet të jetë rrumbullakët, por çka do të kisha mundur të përdor? Merita e mbështolli një copës leshi të butë rreth një monedhe, e lidhi monedhën për trupin e kukullës me një pet fort. Shkëlqyeshëm, klithi ajo. Dhe tash, me çfarë ngjyre t'ia bëj flokët? Merita gjeti pak lesh të verdh dhe e ngjiti në kokën e kukullës. Mandej i lidhi flokët me një fjongo ngjyrë të kaltër. Kukullës tënde i duhen sy, tha mamaja. Merita mori një laps të zi dhe vizatoi 2 sy të bukur, të zinj si ulliri. Mandej e mori buzëkuqen e mamas dhe vizatoi buzë të kuqe. Si të veshim? Mendoi Merita. Bashkë me maman, i aqepën një fustan të bukur me pika. Tani e gati për lojë, tha Merita. Pshu! Të shtiu Merita. Pshu! Gjeti një shami dhe e fshiu hundën. Hund! Kukulla e saj nuk ishte hund. Si do të shtishti? E pyeti veten Merita. Kërkoi gjithandej që ta gjej hundën. U përpoq t'ia vinte një karrocë si hund. Shumë e gjatë, erdhi në përfundim me urti Merita. Do të dukesh si Pinoku. U përpoq me një portokall. O jo, do të rjedh hunda gjithë kohën, tha dhe qeshi. Merita u përpoq me një kokër gruri, por ajo ishte shumë e vogël. Një kokër groshe, tha ajo. Ndoshta ajo do t'jetë me madhësi përkatëse. Dhe ishte. Më në fund, kukulla e Meritës ishte gati për lojë. Merita nxitoi jashtë dhe u atregoi kukullën Kanitës dhe Anilës. Ku e gjete këtë kukull kaq të bukur? Pyeti Anila. E bëra vetë? U përgjigj Merita. Ajo është kukulla më e bukur që e kam parë dikur, tha Kanita. A mund të na mësosh si të bëjmë dhe ne një kukull? Sigurisht që po, Merita buzëqeshi me krenari. Gjithë pas ditën Kanita, Merita dhe Anila luajtën me kukullat e tyre. Nesër do t'ju tregoj se si bëhet një kukull, u tha Merita shoqeve të saj Kanitës dhe Anilës. Gjatë darkës, Merita i tregoi mamas se sa shumë u pëlqeu kukulla e re shoqeve të saj. Pas darkës Merita goksiu. Unë dhe kukulla luajtëm shumë sot. Na flihet tani, tha Merita.
Mamaja e ndihmoi Meritën të shtrihej në krevat dhe e pudhi për natën e mirë. Merita e përqafoi fort kukullën pranë vetes dhe e pudhi për natën e mirë. Derisa ato dyja flinin, hundët preknin njëra tjetrën dhe të dyja shihnin ëndra të bukura.